Pas, nuk do ta bëjnë dot. Nuk do ta bëjnë dot. Jeni të bindur, nuk e bëjnë dot ata. Nuk kanë aq forcë ata për ta bërë. Ata vërtet i bindën partisë, por kur vi punat e dëgjoj. Presidenti është ke aprovimin e kushtetutës, kur ndryshon kushtetutën. Mos harroni, ka qenë me 140 vota. Ha? Apo jo? Po atëherë ishin edhe 2 ambasadorë, kishim edhe presionin e madh. Mos harroni 110 deputet kanë qenë sallë për erdhën edhe me pranga. Me pranga kanë shkuar aty. Edhe me pranga kanë shkuar dhe ata për turpin e tyre pranuan edhe atë me pranga të votote. Por kam si precedent. Kishte 110 deputet në sallë dhe për bordin e paqes dhe 110 ngretën kartonin për të emëruar Ramën me një ligj nominal. Pra opozita që e sha Ramën nga mjesit deri në darkë, që kërkon ta heqë Ramën. Po që të nesërme ti votimi doli për të protestuar, për të kërkuar largimin e tij. Po pra, dhe që kërkon çdo moment kërkon të ashu, qëllitërisht në atë sallë me 110 vetë brenda, të 110 votuan pro ligjit Rama, themi. I dhan imunitet Ramës. Kështu që ta deputet, se këta nuk janë politikanë, kuptojmë drejt. Ka janë deng pa marrë që janë futur aty mrena, i ka fut partia. Po mirë, ka dhe vendim partie. Me vendim partie. Por ka i problem. Ashtu si shnodhen me kushtetues që ishin ambasadorët ishin në lozhë, po ju mendoni se kur tjetë votimi për heqjen e imunitetit të Belinda Ballugut, nuk do jenë ambasadorët aty, po e dëgjuat deklaratën që ka bën ambasadorët e Europës, këto qeveritë e Europës, kur thanë nëse nuk i hiqet Belinda Ballugut, nuk veprohet mbi të, ne do t'i fillojmë negociatat nga zero? Ç'ishte kjo? Si ishte presion kjo? Sepse e fundit do të kuptojmë edhe një gjë, që gjithë ky investim që është bërë për këtë lloj drejtësie, e mira apo bluff. Dhe nuk mund pranosh tashmë se është edhe morali brenda. Nuk mund pranosh ti që të vinë me 11 akuza në kuvend për vjedhje. Dhe këta i kanë vuar emrin të bukur, korrupsion, po për vjedhje, dhe ti të mbrosh hajdutin. Deri tani s'kemi akuzë për korrupsion, mos gaboj, është shkelje barazisë tendera. Jo, janë 11 akuza. Episode për shkelje barazisë tendera. Ju e dini më mirë se jeni avokat, po ndoshta gaboj. Jo vjedhje, dëgjoj mirë. Nuk është problemi të shpërdorim detyrë. Kur ti e bën një tender, e kupton nga 50 e çoj 100, e çoj 200. Kur ty në tenderin që ti bën, e bëri komisioni tenderve. Por problemi është se kjo është ministre dhe zëvendës kryeministre. Kjo ka ndjekur të gjithë punimet. Dhe në të gjithë inaugurimet dhe të gjithë punimet ju e keni pa shumë mirë që në gjithë punimet Bela dilë dhe gjithanej. Po mirë, ndikimi palishëm, prap. Pra, nuk dua ta mbroj. Po flasë... Pa e mbrojt fare, është vjedhje e hapur. Dakor, ta kam tek akuzat që janë tek ato që duken. Dëgjoj, nëse ne marrim vetëm tenderin që ti ke marrë dhe ja ke dhënë një kompani tjetër. Dhe pastaj fitues është kompani tjetër dhe punimet i bën kompani tjetër dhe këtë kompani që ka bën punimet ti e ke skualifikuesit pa ardhur. Këtu tash ti e kontroll. Se ministri apo kryeministri nuk janë kot në atë detyrë. Ledi se thotë Rama, hajtë dardha mas shpine. Po për çfarë je ti vetëm me hyp në avion ti me brëdh botën? Përgjegjësia je ti. Dhe çfarëdo lloj gjëje të ndodhi. Unë për shembull, kur ju kërkova këtyre çfarë kërkova? Heqjen e nenit të shpërdorimit detyrës. Se nuk është shpërdorim detyre. Është vjedhje me detyrë. Pra ti ke shfrytzuar postin për të vjedhur. Ashtu si shfrytëzojmë postin për të bërë dhe orgjit.
Se kur nuk jam post, nuk i shef njëri me sy, sa vjen post, ta fillojmë për energji. Pra po thoni që kemi kemi në ishu këtu. Po, e kemi. O, ja kam, më falë, që kur ka dalë kërë, kam thënë, post doli Emri Ramës ma i t'i kokë. Emri Ramës është aty më. Po, ju mendoni se Rama nuk është i përfshirë ke kjo. Absolutisht. Po bëhet në për agenturën kineze sot. Sa vjetë ka që ju themun që Rama është i përfshirë me agenturën kineze? Dhe sot në Europë flitet vetëm për agenturën kineze. Dhe kjo është i përfshirë aty. Se qatë dekve dërdëllisë sa në këtej, se kjo edhe kur hikën t'ikum në qifët. Ka të rëgurë Rama që ka qenë në Amerikë? Ta tërgoj që ka qenë në Amerikë. Po, ka thënë që pasi u miratu ajo e bordit paqes, u ratifikua, do shkoj për të firmosur në Shtëpinë e Bardhë. Do shkoj të firmosi, për ka shku ka firmos atje, ke prokuroria amerikane, po. Po në Shtëpi të Bardhë ta harroj, Rama se ka për të shkel në i herë. Nuk besoj që ai do ta vinte në diskutime dhe ta dinte dhe ta thoshte edhe në parlament si sfidë për opozitën. Besoj që ai ka pas faktin përpara, me siguri që do shkoj, prandaj e deklaroj. Kush do shkoj? Nga Rama ndjenjë nga mjesit deri në darkë. Rama është në ngradhe në Amerikën, çfarë thonë? Rama ka shku vetëm me firmos para prokurorisë, po, me gjithë avokat. Ka shkuar tani së fundmi. Po ka shkuar para se të shkote në Itali dhe pastaj boni atë filmin që boni sikur ishte në Itali. Po ti tregoj që rrugës, se do i dalin. Përpara se të shkojmë tek aspekti politik për ta mbyllur me çështjen e Ballukut, lutem më thuaj edhe diçka zoti Merkoçi. Ka shanse që gjitha kjo të përmbyset dhe të kthehemi te pazari i parë. Thot Rama, okay, un po e pezulloj ose po e shkakoj Belinda Ballukun. Nuk po merremi me kërkesën tjetër për masën e arrestit. Bie. Unë kam thënë që Rama që kur ka dalë Belinda Balluku që doli si e panderu nga smaku, në thash që Rama nuk e heq dot dhe Belinda nuk e heqen. Sepse Ramës i duhet patjetër një vendim gjykate. Dhe Rama këtë vendim gjykate do ta përdori kundër Belindës. Dhe kur them kundër Belindës, dhe kur kam parasysh pjesën, unë e kam thënë gjithmonë, nëse Rama e shkarkon Belindën, domethënë pa një vendim gjykate apo diçka të tillë, Rama ishte hallin e kokës vetë, se nuk ka hallin e ase nga spaku, as nga kjo, tash Rama i lëshon gjithë, Rama ka bosh me lëshu edhe Zahon me helm rrugë vetëm për të majtë pushtetin. Për këtë t'jeni të bindur. Sepse Rama e ka për detyrë, Rama. Jo se Rama do sot. Rama ndoshta mund të kërkojë dhe të hiki vetë. Por Rama e ka për detyrë që Rama do të qëndrojë me çdo çmim, do të qëndrojë kryeministri i këtij vendi. Se Rama është i përfshirë në atë organizatën e kabales e Sorosit dhe